Pse njerëzit ndryshojnë pasi lidhen me ty? Në fillim gjithçka duket ndryshe. Mesazhe gjithë natën. Vëmendje. Interes. Afërsi. Duket sikur ai person mezi pret të flasë me ty, duket sikur energjia nuk mbaron kurrë. Pastaj gradualisht diçka ndryshon. Mesazhet bëhen më të ftohta. Përgjigjet më të shkurtra. Më pak përpjekje. Më pak afërsi. Dhe ti mbetesh duke pyetur veten, çfarë ndodhi? Pse ndryshoi? Pse nuk është më si në fillim? Dhe ndoshta kjo është një nga pyetjet më të zakonshme në marrëdhëniet moderne. Sepse shumë njerëz sot përjetojnë të njëjtin model. Intensitet në fillim. Distancë më vonë. Por problemi është se shumica e njerëzve e interpretojnë këtë menjëherë si nuk vlej më. Kur në realitet psikologjia e marrëdhënieve është shumë më komplekse. Ka diçka interesante tek truri njerëzor. Në fillim të një lidhjeje, truri prodhon nivele shumë të larta dopamine, hormoni i eksitimit dhe shpërblimit emocional. Prandaj fillimet duken kaq intensive. Gjithçka ndihet e re, e papritur, eksituese. Personi tjetër fillon të pushtojë mendjen. Mesazhet japin emocion. Prania krijon eufori. Dhe për një kohë gjithçka duket perfekte. Por problemi është se truri nuk mund të jetojë përgjithmonë në atë nivel intensiteti. Gradualisht emocionet fillojnë të stabilizohen. Dhe pikërisht këtu shumë njerëz fillojnë të mendojnë se diçka ka ndryshuar. Por jo çdo ndryshim do të thotë mungesë dashurie. Ndonjëherë do të thotë që lidhja po del nga faza e fantazisë dhe po hyn në realitet. Ka njerëz që bien në dashuri me ndjesinë e fillimit. Jo domosdoshmërisht me lidhjen reale. Sepse fillimi është plot dopamin, plot mister, plot pritje. Por lidhja reale kërkon diçka tjetër. Durim, qetësi emocionale, thellësi. Dhe jo të gjithë janë gati për këtë. Prandaj disa njerëz ndryshojnë pasi lidhen emocionalisht me dikë, sepse fillojnë të ndihen ndryshe kur gjërat bëhen reale. Në fillim është e lehtë të japësh energji, por më vonë lidhja kërkon praninë e vërtet emocionale. Dhe shumë njerëz modern nuk dinë si ta mbajnë këtë. Psikologjia moderne e lidh këtë me attachment patterns. Modelet emocionale që njerëzit zhvillojnë nga përvojat e tyre të mëparshme. Ka njerëz që në fillim afrohen shumë fort, por sapo ndjejnë lidhje reale fillojnë të tërhiqen. Jo gjithmonë sepse nuk ndjejnë, por sepse afërsia reale i trem. Sepse lidhja krijon vulnerabilitet. Dhe vulnerabiliteti është i frikshëm për njerëzit që janë lënduar në të kaluarën. Prandaj ndonjëherë dikush ndryshon jo sepse nuk të do më, por sepse tani ndjen diçka më të thellë dhe nuk di si ta menaxhojë. Ka edhe një arsye tjetër. Disa njerëz janë të dashuruar me ndjekjen jo me qetësinë e lidhjes. Ata duan emocionin e fillimit, mesazhet non-stop, eksitimin, misterin. Por sapo lidhja bëhet më stabile humbasin energjinë, sepse janë mësuar të kërkojnë stimulim emocional konstant. Dhe kjo është shumë e zakonshme në kohën moderne. Shoqëria sot i mëson njerëzit të kërkojnë vazhdimisht emocion të ri. Gjithçka është e shpejtë. Video të shkurtra, mesazhe të shpejta, lidhje të shpejta. Dhe gradualisht shumë njerëz humbasin durimin për të ndërtuar diçka të thellë. Erich Fromm shkruante se dashuria moderne shpesh është kthyer në konsum emocional. Njerëzit duan ndjesinë, jo gjithmonë përgjegjësinë emocionale që vjen me të. Prandaj disa njerëz ndryshojnë pasi lidhen me ty sepse në fillim po jetonin emocionin. Por tani lidhja kërkon pjekuri. Dhe jo të gjithë e kanë. Ka diçka tjetër që ndodh shumë shpesh. Kur një person ndjen se tashmë të ka fituar, ndalon se investuari njësoj. Kjo nuk ndodh vetëm në dashuri. Është pjesë e natyrës njerëzore. Njerëzit shpesh luftojnë më shumë për gjërat që kanë frikë t'i humbasin. Por sapo ndihen shumë të sigurt fillojnë të relaksohen emocionalisht. Dhe ndonjëherë kjo duket si ftohtësi, si mungesë interesi, si ndryshim. Marcus Aurelius shkruante, njerëzit shpesh ndalojnë së vlerësuari atë që bëhet e zakonshme.
Dhe ndoshta kjo ndodh edhe në marrëdhënie. Jo sepse lidhja nuk ka vlerë, por sepse mendja njerëzore mësohet me praninë. Kjo nuk justifikon sjelljen e ftohtë, por ndihmon ta kuptosh. Sepse jo çdo ndryshim është manipulim. Ndonjëherë është mungesë vetëdije emocionale. Ka njerëz që nuk e kuptojnë sa shumë kanë ndryshuar derisa personi tjetër fillon të ndihet i largët. Sepse ndryshimet emocionale ndodhin gradualisht. Pak më pak efort, pak më pak vëmendje, pak më pak energji. Derisa një ditë lidhja nuk ndihet më si dikur. Dhe kjo e lëndon shumë personin që ende po përpiqet njësoj. Sepse ai fillon të krahasoj, pse nuk më trajton më si në fillim? Por ndoshta pyetja më e rëndësishme është kjo: a ishte fillimi real apo thjesht intensitet emocional? Sepse dashuria e vërtet nuk matet vetëm nga energjia e fillimit. Matet nga mënyra si dikush të trajton pasi emocionet stabilizohen, pasi rutina fillon, pasi lidhja bëhet reale. Ka njerëz që janë shumë të mirë në krijimin e emocioneve, por jo në ruajtjen e tyre. Dhe kjo është arsyeja pse disa marrëdhënie duken si zjarr në fillim dhe si heshtje më vonë. Carl Jung besonte se shumë njerëz bien në dashuri me projeksionin që krijojnë për dikë, jo me personin real. Prandaj në fillim gjithçka duket perfekte, sepse mendja po jeton në fantazi. Por me kalimin e kohës, realiteti fillon të shfaqet. Imperfeksionet, frikërat, dallimet. Dhe pikërisht këtu fillon lidhja e vërtetë. Ose largimi. Ka edhe njerëz që ndryshojnë sepse nuk e njohin ende veten. Në fillim mendojnë se duan diçka serioze. Pastaj tremben. Pastaj distancohen. Jo sepse personi tjetër nuk mjafton, por sepse ata vetë janë emocionalisht të paqartë. Dhe kjo është shumë e zakonshme sot. Shumë njerëz duan dashuri, por nuk janë emocionalisht gati për thellësinë që ajo kërkon. Por është shumë e rëndësishme të kuptosh diçka. Nëse dikush ndryshon pasi lidhet me ty, kjo nuk do të thotë automatikisht që nuk kishe vlerë. Njerëzit ndryshojnë për shumë arsye. Frikë, pasiguri, papjekuri emocionale, lodhje mendore, trauma, mungesë vetëdije. Dhe ndonjëherë problemi nuk është tek dashuria, por tek aftësia për ta mbajtur atë të shëndetshme. Sepse është e lehtë të jesh intensiv për disa javë, por është shumë më e vështirë të mbetesh emocionalisht prezent për një kohë të gjatë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse lidhjet e vërteta janë bërë kaq të rralla. Sepse kërkojnë diçka që shumë njerëz modern ende nuk e kanë mësuar, konsistencën emocionale. Jo vetëm emocionin e fillimit, por praninë që qëndron edhe pasi rutina fillon, edhe pasi rrisja kalon, edhe pasi lidhja bëhet reale. Dhe ndoshta dashuria më e pjekur nuk është ajo që digjet më fort në fillim, por ajo që mbetet e ngrohtë edhe pasi koha kalon. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë. Natën.